Historike për Shqipërinë, kombëtarja jonë e futbollit mposh Serbinë me rezultatin 1-0 në Leskovec. Serbia dhe Shqipëria u përballën në kuadër të kualifikueseve për Kupën e Botës 2026, ndërsa kuqezinjtë arritën një fitore të jetë të madhe në udhëtim tek Serbia, duke arkëtuar pikët maksimale dhe duke bërë hapin gjigant drejt botrorit. Ndonse ishte ekipi serb që kontrolloi lojën më mirë në terren në pjesën e parë, megjithatë kuqezinjtë përmes Rejmanajt në minutën e parë të shtesës në përfundim të kohës së rregullt në pjesën e parë kaluan avantazh 1-0, rezultat me cilin skuadrat shkuan në pushim. Në fraksionin e dytë skuadra serbe me të gjitha forcat e kërkonte golin e barazimit, duke bërë presion të vazhdueshëm ndaj portës së Strakoshës, megjithatë serbët nuk ja dolën dot. Përfundimisht Shqipëria mund Serbinë dhe tashmë blindon vendin e dytë me 11 pikë. Pas ndeshjes pati edhe fest legjitime. Duket se për kombëtaren shqiptare të futbollit ka sjell fat edhe avioni Air Albania, me të cilin kanë udhëtuar, avion që mban ngjyrat kuqezi, pjesë e kompanisë së parë dhe të vetme shqiptare të fluturimeve. Festa vijoi edhe në kthim në avionin që flet shqip. Ndërkaq që mbrëmja së shtunës solli një atmosferë të veçantë edhe në qytetin bregdetar të Vlorës, ku qindra qytetarë u mblodhen për të ndjekur ndeshjen e shumë pritur mes kombëtares shqiptare dhe asaj serbe. Në lokale, bare dhe ambiente të hapura të organizuara henkas për këtë ndeshje, vlonjantët u bashkuan për të mbështetur me zemër skuadrën kuqezi, të veshur me fanella të kombëtares, të mbështjell me flamuj kombëtar dhe të pajisur me shalle simbole shqiptare. Tifozët krijuan një atmosferë festive dhe plot emocione dhe gjatë ndeshjes. Çdo aksion i kombëtares shoqëroi me brohoritje dhe duar trokitje, ndërsa momentet vendimtare nxitën entuziazmin e jashtëzakonshëm në çdo cep të qytetit. Pas përfundimit të sfidës, rrugët e Vlorës u mbushën me njerë me automjete që qarkullonin me bori që kumbonin dhe flamuj kuqezi që valviteshin nga dritaret. Të rinj dhe jo vetëm dolën rrugë për të festuar, ndërsa fishekzjarët ndriçuan qiellin e Vlorës, duke kthyer natën në një festë të vërtet kombëtare. Kjo atmosferë dëshmoi edhe njerë se Vlora mbetet një nga qytetet me shpirt të lartë sportive atletar, ku futbolli nuk është thjesht një lojë, por një arsye për bashkim, krenari dhe emocion. Në të gjithë qytetin, festimet vazhduan për orë të tëra, duke krijuar një imazh unik të qytetit që re në një zemër kuqezi.